Nga rezultatet paraprake të publikuara deri më tani duket se Fatmir Yilmaj do të mbetet jashtë parlamentit. Një situatë e ngjashme paraqiten edhe për Duda Baljen, e cila gjithashtu duket se nuk ka arritur të kalojë prapun zgjedhor. Ndërkohë, gara shumë e ngushtë po zhvillohet për Ramush Haradinaj, i cili aktualisht është vetëm 0.66% mbi pragun e nevojshëm për të siguruar një vend në parlament. Duke pasur parasysh se ende mbeten për të numëruar rreth 90.000 vota, përfshirë ato me post nga ambasadat dhe votat me kusht, situata mund të ndryshojë deri në përfundim të procesit të numërimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar tashmë 100% të vendvotimeve nga zgjedhjet e së dielës të 28 dhjetorit. Numërimi për votat e kandidatëve është në proces e sipër. Në faqen e KQZ-s, ku publikohen rezultatet e të gjitha partive dhe kandidatëve, deri më tani figuron se janë numëruar 32.58% e këtyre votave. Kësaj nga lëvizja vetëvendosje që doli para në këto zgjedhje, prin lideri i kësaj partie Albin Kurti, i cili përcillet nga Glauk Konjufca, e në vend të tretë renditet Albulena Haxhiu. Në vijim, gjeni listën me 10 kandidatët nga 4 partitë kryesore. Lëvizja vetëvendosje Albin Kurti 110.514 vota, Glauk Konjufca 86.000 e 82 vota, Albulena Haxhiu 44.609 vota dhe i katërti Hekuran Murati 44.000 vota. Në vijim, Donika Gërvalla Zhvarc 39.117 vota, Xhelal Zveçla 35.792 vota, Ajrullah Çeku 32.945 vota, Avni Dehari 29.290 vota. Në vendin e 9, Mimoza Kusari Lila 27.259 vota, Eyüp Maqedonsi 25.254 vota. Lista me 10 kandidatët më të votuar deri në këto momente nga Partia Demokratike e Kosovës. Në vendin e parë, Bedri Hamza 51.710 vota. Në vendin e dytë renditet Arjan Tahiri 24.943 vota. Në vendin e tretë Përparin Gruda 23.440 vota. Në vendin e katërt Uran Ismaili 17.877 vota. Në vendin e pestë Sala Jashari 16.879 vota, Vlora Qitaku 14.503 vota, në vendin e 7, Arben Mustafa 12.749 vota, në vendin e 8, Enver Hoxhaj 11.825 vota, në vendin e 9, Rahman Ramaj 8.530 vota, në vendin e 10, Ganimete Musliu 9.278 vota. Lista e Lidhjes Demokratike të Kosovës me 10 kandidatët më të votuar deri më tani. Në vendin e parë, renditet Lumira Bixhiku 23.899 vota. Në vendin e dytë, Hykmete Bajrami 15.305 vota. Në vendin e tretë, Ukrubova 13.408 vota. Në vendin e katërt, Avdullah Hoti 11.808 vota. Doar Sakica Xhelili 11.767 vota. Në vendin e 6, Kujtim Shala 10.362 vota. Në vendin e 7, Anton Çuni 8.421 vota. Në vendin e 8, Armend Zemaj 8.056 vota. Në vendin e 9, Lutfi Haziri 7.060 vota. Dhe në vendin e 10, Janina Ymeri 5.692 vota. Ndërkohë, kreuja AKS Ramush Haradinaj ka marrë deri tani 12.023 vota, ndërsa vëllai i tij, Daud Haradinaj, renditet i dyti në listën e AKS me 7.285 vota dhe Besnik Tahiri në vendin e tretë me 7.185 vota.